Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Vendimi i apelit të GJK-s pas kërkesës së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për lirimin me kusht të shtyrë për në datën 12 mars në orën 12:30. Shtyrja ka ardhur pas kërkesës së avokatëve të Veliajt, të cilët kërkuan më shumë kohë për të njohur me provat e reja të paraqitura nga prokurorët e Spakut, Olz Dado dhe Altin Tumani. Gjatë seancës, Erion Veliaj nuk i ka ardhur ende radha që të paraqesë argumentet e tij mbrojtëse. Pas seancës, avokatët e Veliajt kanë refuzuar të japin komente për mediat. Ndërkohë, është mësuar se avokati amerikan që asistoi Veliajin, pjesë e ekipit të mbrojtësve të tij, nuk është lejuar të marrë pjesë në seancën e zhvilluar. Seanca do të vazhdojë në 12 mars, ku gjyqtarët e Ngert Pullumbi do të marrë një vendim për kërkesën e Veliajit që akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Një ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të listës së kandidatit për deputet për zgjedhjet e 11 majit, kryeministri Edi Rama njoftoi se skuadra e re e Partisë Socialiste do të përbëhet nga figura të reja dhe do të harmonizojë eksperiencën me energjinë e të rinjve. Kryeministri Edi Rama, një ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjen parlamentare të 11 majit, ka njoftuar se skuadra që do të përballet në fushën politike do të jetë e përbërë nga figura të reja. Rama tha se skuadra do të përpiqet të harmonizojë eksperiencën me energjinë e të rinjve, duke krijuar një balancë mes përvojës dhe energjisë rinore për të garantuar vazhdimsinë e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe Real Madridi i Galacticos nuk ishte ndot perfekt. Por një skuadër shumë të mirë, patjetër, do ta kemi. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperienca e domosdoshme dhe energjia pozitive e më të rinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësinë në Bashkimin Evropian. Një skuadër që do të ketë të gjithë dijen e nevojshme të brendshme, pra brenda institucioneve, për çfarë bëhet fjalë, se të tjerët që flasin nga jashtë nuk e dinë fare se për çfarë bëhet fjalë, por dhe një skuadër do të garantojë një përfaqësim shumë më të lidhur me ekzigjencat e kohës dhe të shoqërisë sot. Do të kemi një skuadër që do të jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe skuadra më e re në energji. Në vijim, Rama u shpreh se fitoria e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit do të ishte e rrezikshme për të ardhmen e vendit, qytetarët shqiptar dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Kur u pyet për programin elektoral të Partisë Socialiste, Rama theksoi se Partia Socialiste do të ketë një program të qartë dhe do të paraqisë disa pika kyçe, por theksoi se fokusi kryesor i partisë është antarësimi në Bashkimin Evropian. Larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef dot fare me sy ca tipa. Fare. Dhe deri kur ne të hymë atje, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu. Kur të hymë atje pastaj, është më pak e rëndësishme për gjërat bazike, për liritë individuale, për standardet, për barazim para ligjit e tjerë, se ato nuk i lëviz do të më njeri, nuk i prek do të më njeri. Po deri atë ditë, ky thot, ti thua, do me thënë, i dashur i Igli, fitore. Fitore për çfarë? Për të shkrirë Spakun. Fitore për të kthyer përmbys ato që mezi ka nisur si një luftë emancipuese, transformuese, modernizuese kundër korrupsionit. Për këtë fitore. Po çfarë do fitosh ti një? Se kjo nuk është futboll. Që po shkon dhe po thua fitore Ignatias kundër Partizanit ose Anasjeldas. Çfarë do fitosh ti? Ai po ashtu bëri të qartë se Partia Socialiste nuk do të bëjë avokatin për askënd, duke e vendosur veten në partinë e krahut të drejtësisë. Rama dha gjithashtu një lajm të rëndësishëm për takimin e ardhshëm ndërkombëtar, duke njoftuar se me 15 maj në kuadër të takimit të Komunitetit Politik Evropian, liderët evropian do të mbërrinë në Shqipëri për një darkë pune të rëndësishme. I shpalosur në të katër anët dhe dihet
Megjithatë rri pa merak se disa gjëra të qarta lidhur me të disa pika kyçe do t'i themi, por programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve. Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar nga Gjilia pas njoftimit se do të kandidojë si deputete në listën e hapur të qarkut Tiranë. Në mesazhin e tij, Meta falenderoi kryesinë e Partisë së Lirisë për propozimin fillestar për kandidaturën në listat e mbyllura, por theksoi se miratimi i kërkesës së tij për të garuar në listën e hapur është një hap i rëndësishëm në betejën politike që ai po udhëheq. Ilir Meta ka falenderuar kryesinë e Partisë së Lirisë për miratimin e kërkesës së tij për të kandiduar në listat e hapura në zgjedhjen e 11 majit. Ilir Meta, bashkë me disa kolegë, hyn në grevurie në vitin 2008 kundër ndryshimeve kushtetuese që sollën listat e mbyllura dhe vran parlamentarizmin e vërtet. Ilir Meta në vitin 2005, për të gjithë ata që kanë humbur kujtesën, edhe pse kishin mundësinë të dilnin deputet nëpërmjet sistemit proporcional, bëri një akt të rëndësishëm politik duke vendosur veten vetëm në mazhoritar, sepse për mua më i rëndësishëm është bllokimi i procesit evropian të vendet se sa thjesht garantimi i një mandati deputeti. Presidenti i Partisë së Lirisë theksoi se vendimi i tij për të krijuar LSI-n nuk ishte qëllim personal për të bërë deputet, po për të garantuar rotacion politik dhe për të zhbllokuar integrimin e Shqipërisë. Është detyra ime të udhëheq Partinë e Lirisë me shembullin tim dhe të luftoj me të gjitha fuqitë e mia për të treguar të gjithëve se kjo është një betejë që në radhë të parë kërkon sakrifica ekstreme për të futur në një llogari meskine, afat shkurtër nga ata që mendojnë se politika është narrativ apo perceptim. Meta kishte një vend të sigurt në listën e koalicionit opozitar drejtuar nga Sali Berisha, por pas refuzimit të tij, pritet që ky vend t'i kalojë Edi Blushit. Ky vendim vjen në një moment kritik për opozitën, e cila po përgatitet për zgjedhjet vendimtare të 11 majit. Gjykata e lartë ka refuzuar rekursin e ish-deputetit Ervin Saliani duke lënë në fuqi dënimin e tij me 1 vit të burg për kallëzim të rrem në çështjen Babale. Kjo do të thotë që Saliani do të vazhdojë të qëndrojë në burg deri në përfundim të dënimit të tij për kallëzim të rrem. Gjykata e lartë ka marrë një vendim të rëndësishëm duke refuzuar rekursin e ish-deputetit Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili kishte kërkuar lirim nga dënimi me 1 vit burg që u dha nga Gjykata e Apelit të Përgjithshëm. Kjo do të thotë se Saliani do të vazhdojë të vuajë dënimin deri në përfundim të tij për një akuzë të ngritur ndaj tij për kallëzim të rrem lidhur me çështjen e njohur si Babale. Për herë të dytë, me 15 tetor 2024, Gjykata e lartë refuzoi kërkesën e Salianit për pezullimin e dënimit, duke lënë në fuqi vendimin e Apelit për të shërbyer dënimin në burg. Dënimi ndaj Salianit lidhet me një audiopërgjim të publikuar prej tij në vitin 2018, ku aludohet se vëllai i ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, Geron Xhafaj, ishte në bisedë me një shtetas të quajtur Albert Veliu për trafikun e drogës. Ky publikim i audiopërgjimit shkaktoi një reagim të fortë nga ana e Geron Xhafajt, i cili paditi Salianin dhe gazetarin Jetmir Oltashi për kallëzim të rrem, duke pretenduar se audiopërgjimi ishte i manipuluar dhe i sajuar. Geron Xhafaj më vonë u dorëzua autoriteteve italiane për të vijuar një dënim më të hershëm për trafik droge. Në shkallën e parë, në 18 dhjetor 2019, Saliani u dënua me 1 vit burg për kallëzim të rrem. Edhe gazetari Jetmir Oltashi u akuzua si bashkëpunëtor. Në këtë rast, mori një dënim për 6 muaj sheqëlirie, por ky dënim u pezullua dhe u konvertua me 100 orë pune në interes të publikut. Pas shpalljes së vendimit të Apelit, Saliani ka hidhur akuza të forta ndaj sistemit të drejtësisë, duke cilësuar procesin si të montuar nga fillimi deri në fund. Ai ka insistuar se është viktimë e një komploti politik dhe se dënimi ndaj tij është rezultati i një përpjekje për të ndëshkuar për veprimin e tij politik. Saliani ka theksuar se ky është një dënim politik dhe se po përballet me një proces të padrejtë. Me refuzimin e rekursit nga Gjykata e lartë, Saliani do duhet të vuajë dënimin deri në përfundim, ndërkohë që ka ende mundësi për apel në gjykatën kushtetuese, por pa efekt të përkohshmërinë e dënimit. Hetimet dhe procesi gjyqësor për këtë çështje kanë ngritur shumë pikpyetje dhe janë pjesë e një debati të gjerë politik publik në Shqipëri. Është dënuar me 4 vite burg ish-deputeti socialist Alqi Bllako dhe me gjykim të shkurtuar ai do të vuajë 2 vite e 8 muaj në qeli në akuzën për inceneratorin e Tiranës. Edhe pse është shpallur fajtor në shkallën e parë, prezumohet i pafajshëm deri në vendim të gjykatës së posaçme të Apelit.
Gjykata e posaçme ka dënuar ish-deputetin socialist Alqi Bllako me 4 vite burg për korrupsion, vendim që me gjykim të shkurtuar reduktohet në 2 vite 8 muaj. Ai është shpallur fajtor në përfshirjen e tij me çështjen e inceneratorit të Tiranës, por mbetet i pafajshëm deri në një vendim përfundimtar nga gjykata e apelit. Sipas PAK, Bllako ka përfituar 119.000 euro për pajisje për kompaninë e babait të tij, e cila fitoi koncesionin për ndërtimin e inceneratorit. Ashtu ai akuzohet se ka ndihmuar në dhënien e një bonusi prej 8% për këtë kompani, duke ndikuar në përzgjedhjen e saj si fituese. Gjithashtu ai ka qenë i përfshirë në hartimin e dokumentacionit dhe studimit të fizibilitetit, duke garantuar se projekti nuk do të dëmtonte buxhetin e shtetit. Hetimet vazhdojnë për të zbuluar detajet e reja mbi këtë aferë dhe përfshirjen e personave të tjerë. Eci me të tjera informacione, 2 persona e vendosur në pranga nga policia e Vlorës pasi siguronin euro të falsifikuara dhe i fusnin në treg. Ndërkohë, një tjetër po hetohet në gjendje të lirë. Dyshohet se 24 vjeçari siguronte kartë monella false nga 2 të arrestuarit dhe më pas i fuste në treg duke i përdorur për blerje në biznese të ndryshme të zonës. 2 shtetas, Jurgen Tërpo, 25 vjeç dhe Bledar Sulko, 35 vjeç, u arrestuan në kuadër të operacionit Fake Cash, pasi dyshohet se shpërndanin kartomoneda false në qytetin e Vlorës. Gjithashtu një 24 vjeçar, Tridon Kiço, u procedua penalisht pasi dyshonte se siguronte para të falsifikuara dhe i përdorte për blerje në biznese të ndryshme. Policia sekuestroi një shumë prej 2.550 eurosh të ndryshme të falsifikuara në prerje 50 dhe 100 euro. Hetimet e deri tanishme tregojnë se grupi vepronte në mënyrë të organizuar duke u përpjekur të fuste në qarkullim kartmonellat e falsifikuara në dyqane, markete dhe shërbime të ndryshme. Operacioni u zhvillua si rezultat i një hetimi të gjatë dhe bashkëpunimi mes forcave policore dhe institucioneve të tjera të zbatimit të ligjit. Në drejtimin e prokurisë së Vlorës po vijojnë hetimet për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të kundralishëm, edhe për të zbuluar burimin e prodhimit të kartmonellave të falsifikuara. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka zhvilluar një takim me Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan Donald Trump. Pamjet nga ky takim janë publikuar nga vetë Vučić në një postim në rrjetet sociale Instagram, ku ai ka ndarë disa nga temat që u diskutuan gjatë bisedës. Në një nga sinjalet më të forta të interesit të administratës së re amerikane për Serbinë, Donald Trump Jr. vizitoi Beogradin ku takua me presidentin Aleksandar Vučić. Kreu i shtetit serb cilësoi bisedën mes tyre si të përzemërt, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Folën për marrëdhëniet politike dhe ekonomike midis vendeve tona, si dhe për sfidat globale. Theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik dhe projekteve të përbashkëta për të ardhmen, tha Vučić në një deklaratë në Facebook. Vizita e Trump Jr. në Beograd vjen pas një udhëtimi të tij të mëparshëm në shtator të vitit 2024, ku takua me një grup biznesmenësh serb për të diskutuar mundësinë e investimeve. Ndërkohë edhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit Donald Trump, ka nisur biznes në Beograd, duke nënshkruar një kontratë për ndërtimin e një kompleksi biznesi dhe rezidencial, një zonë të dëmtuar gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Përpara takimit me Trump Jr., Vučić u bëri thirrje aktorëve politik në Serbi që të shmangin dhunën, ndërsa dënoi sulmet ndaj policisë dhe incidentin e një nate më parë ndaj godinës së radio-televizionit publik. Në kuadër të protestave masive, studentët serb kanë bllokuar ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd, duke kërkuar drejtësi për viktimat e tragjedisë në Novi Sad. Situata ka eskaluar në përleshje me policinë, ndërsa protestuesit kanë deklaruar se do të mbajnë bllokat për 22 orë. Protesta studentore në Serbi ka marrë një kthes të re, pasi studentët kanë bllokuar ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd, si dhe disa televizione të tjera publike në qytete të ndryshme. Studentët e fakultetit të Miksis, të cilët udhëhoqën këtë aksion, thanë se bllokada do të zgjasë për 22 orë dhe se nuk do të lejojnë hyrjen e askujt në ndërtesë, por punojësit e RTS-s mund të largohen lirisht. Përmes këtyre protestave, studentët po kërkojnë që qeveria të marrë përgjegjësinë për rrëzimin tragjik të një strehe betoni në stacionin hekurullor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit 2024, ku humbën jetën 15 persona. Policia serbe ka paralajmëruar se do të ndërhyjë vetëm nëse protestuesit përpiqen të hyjnë në ndërtesat e televizioneve me forcë. Megjithatë, situata ka degeneruar në përleshje, ku një polic është plagosur rënd në sy.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka akuzuar protestuesit për dhunë, duke i quajtur antar të plenuumit bolshevik. Nga ana tjetër, raportimet e mediave dhe pamjet e publikuara në rrjetet sociale sugjerojnë se polici i plagosur mund të jetë qelluar aksidentalisht nga kolegët e tij me uniform. Protestat pritet të vazhdojnë, ndërsa tensionet mes studentëve dhe qeverisë serbe po përshkallëzohen gjithnjë e më shumë. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Zyrtarët e lartë Ukrainas dhe Amerikanë do të takohen sot në Jeddah në një përpjekje për të gjetur rrugdalje nga lufta me Rusinë. Presidenti Volodymyr Zelensky synon të forcojë lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka propozuar një armpushim në ajër dhe në det si një hap fillestar drejt paqes. Bisedime të rëndësishme mes Ukrainës dhe SBA-s priten të zhvillohen sot në Jeddah të Arabisë Saudite në përpjekje për të gjetur një rrugë drejt përfundimit të luftës me Rusinë. Kjo vjen në një moment kritik për Ukrainën, pasi presidenti Volodymyr Zelensky po kërkon të rikthejë lidhjet me Washingtonin pas një takimi të tensionuar muajin e kaluar me presidentin amerikan Donald Trump. Në prag të bisedimeve, Zelensky shpreu shpresën për rezultate konkrete dhe theksoi qëndrimin e Ukrainës si një palë plotësisht konstruktive në këtë proces. Ai ka propozuar një armpushim fillestar në ajër dhe në det si një mas për të nisur negociatat, duke u përpjekur të tregojë angazhimin e tij ndaj objektivit të Trumpit për një zgjidhje të shpejtë të konfliktit. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili po udhëton drejt Jeddah për bisedimet, deklaroi se SBA-ja synon të kuptojë nëse Ukraina është e gatshme të bëjë lëshime për të arritur një marrëveshje paqeje. Ata kanë vuajtur shumë dhe është e vështirë pas një lufte kaq të përgjakshme të flitet për lëshime, por kjo është e vetmja mënyrë për ta përfunduar luftën, tha Rubio për gazetarët. Ai theksoi se nuk do të vendosen kushte për Ukrainën, por bisedimet do të shërbejnë për të kuptuar se sa larg është e gatshme të shkojë Kievi në negociatat e ardhshme. Rubio do të shoqërohet me bisedime nga këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Mike Waltz. Ata do të takohen me një delegacion të nivelit të lartë Ukrainas të udhëhequr nga Andriy Yermak, dimës i ngushtë i Zelenskit. Ndërkohë, Zelensky vetë nuk do të marrë pjesë në këto bisedime, pasi ai ndodhet në Arabinë Saudite për një takim me princin e kurorës Mohammed bin Salman. Ky takim vjen në një kohë kur presioni ndërkombëtar për një zgjidhje diplomatike po rritet, ndërsa vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një kompromis mes palëve ndërluftuese. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Rusia do të jetë e gatshme të pranojë një marrëveshje të mundshme të ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe aleatët e saj. Kryetaria e Komisionit të Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen, duke folur në seancën plenare të Bashkimit Evropian për ReArmEU, ka theksuar nevojën për forcën dhe unitetin për përballëmin e krizës së sigurisë që po përjeton Europa. Plani i Bashkimit Evropian sinjalizon një epokë të re për Bashkimin Evropian, duke mbrojtur të përbashkëtën, e cila bëhet një prioritet i padiskutueshëm në skenën ndërkombëtare. Duke u ndalur te kërcënimi nga Kremlini, von der Leyen vuri në dukje se Rusia po shpenzon më shumë për mbrojtjen se sa e gjithë Europa së bashku. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, ne ulëm shpenzimet e mbrojtjes nga mbi 3 të BB-s në më pak se gjysmën, tha ajo, duke nënvizuar se tani është koha për të ndryshuar këtë kurs dhe për të mobilizuar deri në 800 miliard euro për të forcuar industrinë e mbrojtjes së BE-s. Ajo propozoi rritje të shpenzimeve për mbrojtje në mbi 3 të BB-s përmes mobilizimit të burimeve kombëtare dhe europiane. Një instrument të ri financiar europian, SAFE, veprim për sigurinë e Europës, që do të ofrojë shteteve anëtare deri në 150 miliard euro kredi për investime strategjike në mbrojtje ajrore, dron dhe sisteme kibernetike. Transformimin e buxheteve kombëtare të mbrojtjes, duke shtuar një pesje të BB-s së secilit vend anëtar, që mund të çojë në një fond total për 650 miliard euro në 4 vitet e ardhshme. Von der Leyen theksoi se ky plan është një hap historik drejt autonomisë strategjike të Europës në mbrojtje. Ne duam të tërheqim çdo levë financiare për të përshpejtuar prodhimin ton të mbrojtjes, tha ajo, duke nënvizuar se ky ndryshim është i domosdoshëm për të garantuar sigurinë e kontinentit. Plani ReArmEU sinjalizon një epokë të re për Bashkimin Evropian, ku mbrojtja e përbashkët bëhet një prioritet i padiskutueshëm në skenën ndërkombëtare. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pësuan një rënje të ndjeshme të hënën pasi investitorët u alarmuan nga ndikimi i mundshëm ekonomik i tarifave të reja të vendosura nga administrata Trump. Presidenti Donald Trump deklaroi se ekonomia amerikane po kalon një periudhë tranzicioni, duke ngritur dyshime për një recesion të mundshëm.
Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës posuan një rënje të ndjeshme të hënën pasi investorët u alarmuan nga ndikimi i mundshëm ekonomik i tarifave të reja të vendosura nga administrata e presidentit Donald Trump. Kjo rënje erdhi menjëherë pasi Trump deklaroi se ekonomia amerikane po kalon një periudhë tranzicioni duke ngritur dyshime për një recesion të mundshëm. Në një intervistë dhënë për Fox News, e regjistruar të njëjtën dhe transmetuar gjatë fundjavës, Trump u shpreh se ishte i vetëdijshëm për shqetësimet ekonomike, por i qëndroi vendosshmërisht politikave të tij. Unë urrej të parashikoj gjëra të tilla, tha ai, ka një periudhë tranzicioni sepse ajo që ne po bëjmë është shumë e madhe, ne po e kthejmë pasurinë në Amerikë, kjo është një gjë e madhe. Menjëherë pas kësaj deklarate zyrtarët dhe këshilltarët e lartë të Trumpit u përpoqën të shqetësonin frikën e investitorëve, por tregjet reaguan me një rënje të fortë. Aksionet e disa prej kompanive më të mëdha të teknologjisë posuan humbje të mëdha. Tesla posoi një rënje të thellë prej 15.4%, ndërsa Nvidia, lideri në prodhimin e çipave të inteligjencës artificiale, humbi mbi 5%. Gjithashtu, gjigantët e teknologjisë, Meta, Amazon dhe Alphabet, panë gjithashtu një rënje të ndjeshme të aksioneve të tyre. Tregjet asiatike reflektuan shqetësimin e Wall Street në hapjen e bursave të martën, me Nikkei 225 të Japonisë që ra me 0.6% dhe Kospi të Koreas së Jugut që humbi 1.3%. Megjithatë, pas luhatjeve fillestare, disa tregje arritën të rikuperonin pjesërisht humbjet. Në tregun e monedhave, dollari vazhdoi të dobësohej përballë poundit britanik dhe euros, duke shënuar një rënje të ndjeshme që nga fillimi i muajit. Në kontrast me situatën në SBA dhe Azi, tregjet europiane mbeten më të qëndrueshme. Bursat kryesore të Europës madje shënuan një rritje të lehtë, duke treguar se investitorët në këtë rajon ishin më pak të shqetësuar për pasojat e tarifave amerikane. Ndërsa tregjet financiare mbeten të paqëndrueshme, analistët theksojnë se investitorët do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër çdo deklaratë të re nga administrata Trump dhe të vlerësojnë ndikimin e politikave të saj ekonomike në periudhën e ardhshme. Do të njihemi me parashikimin e motit. Drejtori i Kosovës për datën 12 mars 2025 parashikoi të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, e qiellita do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshqe shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga ajoglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 9 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 16 gradë, Skënderaj 8 deri në 15 gradë Celsius, Pej 9 deri në 13 gradë, Prishtinë 10 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 17 gradë, Malishev 9 deri në 16 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 17 gradë, Ferizaj 7 deri në 17 gradë Celsius, Kaçanik 7 deri në 15 gradë, Suharik 9 deri në 16 gradë, Prizren 9 deri në 18 gradë Celsius. Drejtori shqiptar për datën 12 mars 2025 parashikoi të përshkohet nga një mot i pandryshueshëm. Sipas parashikimeve, pritet një ditë me vranësira dhe rreshqe shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 12 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 20 gradë, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 13 deri në 21 gradë, Durrës 14 deri në 19 gradë, Kavaj 14
deri në 20 gradë Celsius. Elbasan 12 deri në 21 gradë. Berat 15 deri në 22 gradë Celsius. Korç 8 deri në 17 gradë. Vlorë 16 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 14 gradë. Sarand 14 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëtakohemi në edicione të tjera. Deri atëherë kalofshit mirë dhe miru takofshim.